Traktorin ka ditë mi gro baba të kuptohet, po dhe vllai i madh. Edhe unë kisha qef këtë herë nuk më dhaske. Që të bateria. Gjithmonë me qtyme. Edhe pastaj e kum të në borë, e këna posë në borin edhe e pata me shpinë, që është konë qyku këtë pozicion që është jemë, veç e pata shti shpinën edhe e pata që deri nalë të tjetë të dyrt, edhe ta shukon interesant se u dasht shpejt me lëshu traktorin e me kocit, se ta shi heke traktorit e poshtë. E që të sana moj shumë men, në rast e mojnë men kur vlloti pa të mitë kjere pa benzin, e di që kum lidh me litar Golfin, edhe pa ta vrapun për ta, edhe kjo rast më kujtohet, edhe s'po di, tash mbarët gjatë bisedës atë një kujtohet. Bujar, më kujtohet para shumë vite, a ka qenë gara e parë kur veç je dalë edhe në televizion, kur e keni qunë një Golf 2, apo ka pas edhe ndonjë garë ma herët? Golf 2-shin kur e kum qu, ka qenë dikon mosha 16 vjeçare, po s'ka bofshe, 16 dikon ma shumë spesej që kum pas. Edhe ato konë interesant, se ka qenë shumë spontanske, dhe puna vllohët, dhe isha mja morë kjerën, se isha pa ta mësu me vozit. Edhe ke jes për merë, jo këtë jetë ku hinje ku dëllë, ta shani do shmë më shkelë për me shti kjerën mrana. Edhe tash, tu menu që është kam bajgare me mu, edhe vllai shmeti kisha opsyt, e nole kjerën, tash leme më zbajgare, ta po vëllojnë. Edhe qatë, do me thonë tane që e kena pas pravu për në dytën herë, e kena pas incizu me një reksale, kon këtë herë, qerin që shtu, me një kamerë, edhe aja konë, do me thonë sfida e parë që ka fillu, edhe besej që konë njëri parë që sa ku mojtë me hulumtuane, në këtë sen, kom qenë njëri parë që kom nërë Golf 2-shin botë. Deri në vitin 2011, nuk ka pas video të e nërë dikush veturën. Pasi u bo publike për mes klanit, do me thonë, atëherë, kur bo virale, se kjo u shku, bo vakish çdo një vit e gjys ka shku viralitet, kjo video. Edhe pastaj pa të në fillu edhe tjerë të dikon dë ka Qeqenia, dë ka dëon tjera, besha edhe dë Kosovë, dë shuk të mirë, ata kanë provu e kanë nërë. Po pastaj, si lindi dëshira për këtë sport, si mendove ti si fëmi pecek që çdo herë ke pas dëshirë me qu pesha trona, po pastaj si mendove që kjo t'jetë një lloj gare për ty? Po, edhe sa ka qenë vështirë, sa të kam përkra njerëzit? Une momentin kur më pyeti njëtin pyetja i juris më bën këtë pyetje, thash, fillimi jam kur une e kum fillu me bo garen, edhe kjo i e gjenisit, adem për më bën një lloj si në pyetje që është për shikueshmërinë për sesana, tash herën e parë kur kam fillu kom pas një person. Vllaun, do me thonë, shikueshmëria e parë, njëri i parë, do me thonë që më ka pas të sesana, ka qenë vllaun, një person. Po me kalimin e kohës, do me thonë, kanë interesimi qas që i madhë, sidomos me Golf 2, u kanë interesimi shumë i madhë tek njerëz. Pastaj prej atuit, kom marrë pjesë në garat Kosovës, është mbajt gara Kosovë, powerlifting quhet, për Kosovë e Shqipni, edhe aty më shpall 2 herë gjys kom pjenë. Edhe pastaj pata emigru për Francë, po gjithmonë kontakt me vllaun, edhe gjithmonë më jep këtë ide. Në shembull, njëna për ideve ka qenë me ngrit traktorin, ka qenë ide e vllaut. Edhe më thonë, 4 vjet kem prit, për me ardhur në Kosovë, mas 4 vite për me bo atë sfidë. Po në Francë e pa ta bo edhe 2 sfida, mos apo 2 apo 3 sfida. Njëna sfidë ka qenë kur e kom qit kjerën në krah, kom hec me ta një 11 metra. E dyta sfidë ka qenë kur e kom hik kjerët për funi edhe kom boj bench press quhet aja. Edhe sfida e tretë ka qenë sfida e tretë ka qenë, domethënë, kur unë e kom ngrit prap veturën e shoku im e ka ndrru gomat,
Edhe e fundit ka qenë kur unë kum bo squat me kerr. Domethënë kjo ka qenë. E pastaj kur jam kthy në Kosovë, e kum bo me traktor. Domethënë ka qenë dikon një pesha 1500 dhe 1700 kg, kur e kum ngrit traktori. Sa do të më përgatit për një garë të tillë? Unë të tregova më herët e ceka që në trup tamin kam shumë energji. Ka bova kiqe, unë mbrana ditës si kom bo 4 lloj rekorde me pesh për mbi 1000 kg. Për shembull, njëna ka qenë në 2000, nese, me vite nuk me cek ose po harroj, po si do që tjetë janë videot, e kom ngrit traktorin 1400 apo 500 kg, i cili ka qenë pa kabinë. Kum pushu pak, pastaj e kum ngrit traktorin 1700 kg me kabinë. Pastaj e kum ngrit prokolicën, rimorkjen, nga mrapa që aja është të më thonë dikon 900 kg, edhe e kum ngrit rimorkjen nga para. Domethënë, imagine 4 sfida mrena ditës. Çfarë trupi do të më kom për mi përballu gjithë këto sene. E ka është domethënë shpeshëdhuntia e Zotit, që kujdo një hap, kujdo se hap. Po, sa do të përgatitje me ushqim këtë pjesë, sa do të me qeni kujdesshëm, keni ushqim të caktuar që ushqeni, për shkak se do të një forcë e jashtëzakonshme. Unë sa i përket ushqimit, unë ushqimin që e konsumoj mas shumti, edhe për më mjep forcë, edhe për më u përgatit është mishi, kuptohet, po tash unë kam edhe një fat që bashkëshortja ime e ka përfundu, domethënë edhe aja shkollën për dietë, edhe për ushqim. Dietologe. Po, edhe aja domethënë merret sa i përket këtë çështje të ushqimit, çka ka me ushqim, domethënë që unë dona me pas forcën, edhe me pas nivelin e duhur strek që thonë, aja domethënë mi ka përgatit sa kam qenë domethënë në Zvicër. Po gjatë fëmirisë, domethënë derisa pa dalë në Francë, kuptohet nana. Tash momenti kur jam Me pitë e flija. Po, jo, edhe shpionë gjithmonë mishin e kam konsumu. Kur një temën e ka bova ki edhe më cit mu fli, kanë cit fli, po edhe mishin në dosh në anën tjetër. Po më intereson sa konsumon mesh mrena dite. Mas shumë të dikon e kom ngronë për një herë që i kom hongër, dhe thonë kanë qenë dikon 2 kg 700 gram. Një vend. Një vend që i kom hongër. Po çdo herë 3 herë ushqesh kështu? Tash për shembull kur han njëri ushqim minimum 1 kg diqe po. Do e kom hongër, për shembull ka bërë ose 3 herë 4 herë diqe kom hongër mish. Po çfarë mishi bëhet fjalë? Mish lopës, mish kush. Këta, do të thonë, kjo është ushqimi jam që unë s'pa Po mish të pulës, të peshkut? Mish të pulës, vallaj, nuk ma konash. Ja. Janë dekrat, që i thojnë në krat pulës, ata po. Po kështë shumë herë më pyesin sa pula më nësh mi hangër. E që ka orë mundësia mi u kalzu që pula së i ho. As i pulës e ho. Se zdi nuk mëna me hangër ushqimin e pulës, dhe që më doke shumë i tertë. Amo misht lopës, misht vishit po. Po buk të bardhë konsumon? Për para, kom konsumu, po tash jo. Ka babaki me muj që nuk ha buk. Që tregova, bashkëshorta për shembull në bën specialitetin orez, frita, mesh, që s'ka që nuk ki nevojë me hangër bukën ish. Po sa është për ty vështirë kjo që të ushqehesh shumë edhe të njëjtën kohë do të patjetër energjinë me shprazë, se nëse mrena dite konsumojmë 1 kilogram mesh, ajo me të vërtet do të me bo një lloj fitnesi bage shumë, për me tret atë pjesë. Njëjtën kohë merresh edhe me fitnes, a vetëm qënë veç pesha trona? Ja, me fitnes, kuptohet. Fitnesin e kem minimum 4 herë në javë që ushtrojnë fitnes. Se pa i forcu edhe muskujt e nuk më nëshmi ngrit gjithë të pesha, se kërset